U abusua nga babai, nëna e fëmijës së mitur flet me slotësh. Do të bëhem e fort për 7 fëmijët e mi. Jemi pas 3 dhe buk, jam bërë të mbytem në lumë. Ngjarja e bërë publike vetëm pak më parë në Fier tronditi opinionin publik pasi një 36 vjeçar është arrestuar nga policia pasi dyshohet se ka abuzuar seksualisht me vajzën e tij vetëm 12 vjeç. Në dëshminë e dhënë për mediat, mamaja e vajzës ka rrëfyer se nuk kishte asnjë djenim mbi ngjarjen, ndërsa bën me dije se ka mësuar në polici se e bia është abuzuar që kur ishte vetëm një voglushe 5 vjeç. Ndërkohë, 30 vjeçaria në këtë situatë rënd ka mbetur edhe mes 4 rrugëve. Nëna e 7 fëmijëve në një banesë në ruajtje, ajo nuk ka asnjë të ardhur financiare. Me slotësh apelon për dënim tash për bashkëshortin dhe për ndihmë nga institucionet. Dua një komunikim me vajzën, ma kanë çuar në Tiranë. Për një muaj dua ta shoh, ta takoj. Më ka rënë dhe një hall i madh sepse buri mbante familjen, shtëpia ku banojmë nuk është e jona. Kërkoj ndihmë nga shteti për strehim, sepse unë nuk punoj dot sepse kam fëmijët, nuk kam asnjë të ardhur. Jam të mbytem në lumë, jam mes 4 rrugëve. Do të bëhem e fort për fëmijët e mi, por kërkoj ndihmën e shtetit dhe çdo shqiptari që ka dëshirë të ushqejë fëmijët e mi, tha ajo. Ja dhe dëshmia e nënës së vajzës së përdhunuar. 13 vite jam e martuar, vajza nuk më tregonte, por ishte agravuar sa iku nga shtëpia. Shkova në polici, atje i mora vesh të gjitha, më ra si bomb. Vajza ka kaluar në depresion, ka thënë që 5 vjeçe në Gjermani. Buri mbante ekonominë e shtëpisë, të kalbet në burg dhe të marri dënimin e merituar. Ngjarjen e mora vesh në polici. Vajza ishte hedhur nga dritarja, kishte shkuar te komshia, kishte lajmëruar policin. Nuk e di arsyen pse kishte ikur. Vajza i kishte treguar të gjitha çfarë i ka bërë Jati. Ai mund të më vriste edhe në gjumë, ku dija gjë unë. Me mua vajza nuk fliste, vetëm ishte e agravuar me vëllezërit dhe motrën. E merja me të mira, por nuk tregonte. Kam 7 fëmijë. Më ka ikur mendja për vajzën, mezi kam rritur. Buri her blinte her jo. Po shtyeshim, më ra halli madh me vajzën, por edhe nuk kam stre as të ardhura. Buk nuk kam për fëmijët. I lutem ju përgjërohem më ndihmoni të kem një stre afër, ai që më përdhunoi vajzën të marri dënimin e merituar. Unë i dhurova 7 ëngjëj, ishim në Gjermani dhe na kanë kthyer, ka treguar bashkëshortja e 36 vjeçarit.